Kapitulli 5. 4 temat e pandërgjeshme. Lidhjet me njerëzit që na kanë lindur janë lidhjet më të fuqishme. Duket se nuk ka rëndësi se sa vite kanë kaluar, sa tradhtim mund të ketë pasur, apo sa mjerim ka pasur në familje. Ne mbetemi të lidhur edhe kundër vullnetit ton. Anthony Brand. Nëse ne i trashëgojmë emocionet e prindërve tanë që në barkun e nënës, ose ato na transmetohen përmes marrëdhënies sonë të hershme me nënën, apo i ndajmë ato përmes besnikërisë së pavetëdijshme dhe traumave familjare, një gjë mbetet e qartë. Jeta na shtym përpara duke mbartur diçka të pasqyrur nga e kaluara. Ne mashtrojmë veten kur besojmë se mund ta drejtojmë dhe ta bëjmë jetën saktësisht ashtu siç e planifikojmë, sipas planeve tona. Shpesh qëllimet tona janë në kundërshtim me veprimet tona. Ne mund të dëshirojmë shëndet të mirë, por ham ushqime të pashëndetshme, ose gjejmë justifikime për të mos u ushtruar. Mund të duam një marrëdhënie romantike, por të tërheqemi sapo partneri i mundshëm të afrohet. Mund të synojmë një karrierë kuptim plot, por të dërshtojmë në ndërmarrjen e hapave të nevojshme për të arritur atë. Më e keqja është se ajo që na pengon shpesh është e padukshme për ne, duke na mbajtur të frustruar dhe të hutuar. Ne kërkojmë përgjigje aty ku jemi mësuar t'i kërkojmë. Ndalemi dhe fokusohemi tek mangësitë në edukimin ton. Rikthehemi tek kujtimet e fëmijërisë, të cilat na kanë bërë të ndjeshim të pafuqishëm. Fajsojmë prindërit për fatkeqësitë që na kanë ndodhur, edhe ende rikthehemi pa pushim në të njëjtat mendime. Megjithatë, ky lloj reflektimi rrallë sjell zgjidhje. Pa e parë qartë burimin e vërtet të çështjes sonë, ne mbetemi të mbërthyer në të njëjtin rreth vicioz, duke e përjetësuar pa kënaqësinë dhe dhimbjen tonë të brendshme dhe të vazhdueshme. Në këtë kapitull do të eksplorojmë 4 tema të pavetëdijshme që shpesh herë na pengojnë të ecim përpara në jetë dhe të arrijmë zhvillimin e plot personal. 4 mënyra përmes të cilave mund të dëmtohen marrëdhëniet, suksesi dhe shëndeti ynë. Por, përpara se të arrijmë deri aty, le të kuptojmë se si kemi mbërritur në këtë pikë. Rrjedha e jetës. Deri këtu, rruga ka qenë e qartë. Kemi ardhur në këtë botë përmes prindërve tanë. Si bi dhe bija të tyre, ne jemi lidhur me diçka shumë të madhe. Jemi lidhur me një zinxhir jetësor që shtrihet pas në kohë. Fjalë për fjalë deri në fillimin e vetë njerëzimit. Përmes prindërve tanë, ne jemi pjesë e vetë rrjedhës së jetës. Megjithse nuk jemi ne burimi i saj. Shkëndija e jetës na është përcjellë dhe trashëguar biologjikisht së bashku me historinë tonë familjare. Në këtë mënyrë, ne mund ta ndjejmë se si kjo rrjedhë e jetës jeton brenda nesh, duke vazhduar përmes brezave. Dhe kjo është si një forcë e padukshme që na lidh me ata që kanë ardhur përpara nesh dhe me ata që do të vinë pas nesh. Kjo shkëndi është vërtet forca jone e jetës. Ndoshta edhe tani mund ta ndjejmë atë pulsim të brendshëm që na jep jeta. Nëse keni qëndruar ndonjëherë pranë dikujt në momentet e fundit të jetës, ndoshta e keni përjetuar çastin kur kjo forcë zbehet dhe largohet nga trupi. Po ashtu, nëse keni qenë dëshmitar të një lindjeje, mund ta keni ndjerë energjinë jetësore që e mbush dhomën. Një prani e gjallë, e fuqishme dhe prekëse. Kjo forcë jetësore nuk ndalet me lindjen. Ajo vazhdon të rrjedh nga prindrit tanë tek ne, pavarësisht nëse ndihemi apo jo të lidhur me ta. Nga përvoja ime, si në praktikat klinike ashtu dhe në jetën personale, kam vërejtur
se sa më e lirshme të jetë kjo lidhje me prindrit, aq më të hapur bëhemi për të pranuar jetën në tërësinë e saj, si dhe për të marrë atë që na sjell vetë jeta. Kur lidhja jon me prindrit dëmtohet ose në ndonjë mënyrë ndërpritet, duket sikur edhe energjia jon jetësore dobësohet dhe zvoglohet. Ne mund të ndjehemi të bllokuar, të ngurt, pa forcë apo pa drejtim. Mund të ndihemi sikur diçka na pengon që të ecim përpara. Ndonjëherë, kjo ndjesi është sikur të përpiqesh të notosh kundër rrymës. Është e lodhshme, e vështirë dhe pa rezultat. Në thelb, ndjejmë sikur jemi shkëputur nga vetë rrjedha natyrale e jetës, dhe e vuajmë atë pa e kuptuar plotësisht se pse. Megjithatë, brenda nesh ekzistojnë burime për të shëruar. Hapi i parë është që të vlerësojmë lidhjen që kemi me prindrit tanë. Ta vlerësojmë pikërisht tani, në këtë moment, pavarësisht nëse ata janë gjallë apo jo. Ndjenja e rrjedhës. Merrni 1 minutë kohë për të ndjerë lidhjen ose shkëputjen që keni me prindrit tuaj. Vëzhgoni se çfarë ndjesie zgjohet brenda jush kur e bëni këtë. Por bëjni pa gjykim, thjesht me pranueshmëri dhe vëmendje. Pavarësisht historisë që keni me prindrit tuaj, përpiquni ta ndjeni marrëdhënien me ta dhe mënyrën se si ajo reflektohet fizikisht në trupin tuaj. Mbyllni syt për një moment edhe përfytyroni prindrit tuaj biologjik që qëndrojnë përpara jush. Nëse nuk i keni njohur kurrë, ose nuk mund t'i vizualizoni qartë, thjesht lejojeni veten që të ndjej praninë e tyre. Mbajeni këtë ndjesi dhe pyeteni veten: a e mirëpres apo i mbaj larg? A ndjej se edhe ata më mirëpresin mua? A e përjetojnë ndryshe marrëdhënien me njërin prej tyre? Si reagon trupi im tani? Është i qetë, relaksues, i shtrënguar, apo është i tensionuar teksa i përfytyroj ata? Pastaj mendoni. Nëse një forcë jetësore do të rrinte nga ata tek unë, sa pjesë të asaj force do të lejoja që të kalonte? A do të ishte 5%, 25%, 50%, 75%, apo plot 100%? Kujtoni se forca e jetës që vjen nga prindrit tanë rrjedh tek ne lirisht dhe në mënyrë të pandërprerë. Nuk kemi nevojë të bëjmë asgjë për ta marrë. E vetmja detyra jona është që të hapemi dhe ta pranojmë atë. Përfytyroni forcën e jetës si telin kryesor që furnizon me energji elektrike të gjithë shtëpinë tuaj. Të gjitha telat e tjerë që shpërndahen në përdhoma varen nga ky tel qendror dhe e marrin energjinë e tyre prej tij. Pavarësisht se sa mirë janë lidhur telat dytësor, nëse lidhja me telin kryesor dëmtohet, rrjedha e energjisë në të gjithë sistemin do të ndikohet. Në të njëjtën mënyrë funksionon dhe lidhja jonë me burimin e jetës, me prindrit tanë dhe me rrënjët tona. Ajo ndikon në mënyrën se si energjia rrjedh në çdo aspekt të jetës sonë. Tani, le të shohim se si ky tel kryesor mund të ndikohet nga 4 tema të pavetëdijshme që shpesh pengojnë rrjedhën natyrale të jetës. 4 tema të pavetëdijshme që ndërpresin rrjedhën e jetës. Këto tema janë të përbashkëta për secilin prej nesh, edhe pse shpesh ndikimi i tyre vepron në mënyrë të pavetëdijshme. Ato përfaqësojnë mënyra të ndryshme në të cilat mund të ndërpritet rrjedha natyrale e jetës sonë. 1. Bashkimi me një prind. Kur lidhemi tepër fort me njërin prej prindërve, duke mbartur ndjenja, përgjegjësi
apo barë emocionale që nuk na përkasin. 2. Refuzimi i një prindi. Kur me vetëdije ose pa vetëdije e largojmë njërin prind emocionalisht, duke mohuar pjesë të vetes që rrjedhin prej tij. 3. Thyerja në lidhjen e hershme me nënën. Kur përjetojmë shkëputje, mungesë sigurie apo dashuri që në vitet e para të jetës, çka ndikon në aftësinë tonë për të besuar dhe për të lidhur me të tjerët. 4. Identifikimi me një antar tjetër të familjes, kur në mënyrë të pavetëdijshme mbartim fatin, dhimbjen ose sjelljet e një antari tjetër të sistemit familjar përveç prindërve tanë. Secila prej këtyre temave mund ta pengojë aftësinë tonë për të lulësuar dhe për të arritur qëllimet që i kemi vënë jetës. Ato mund të kufizojnë energjinë jetësore, shëndetin dhe suksesin ton, duke na mbajtur të lidhur me modele të vjetra që nuk na shërbejnë më. Këto tema pasqyrojnë në sjelljet tona, në mënyrën se si ndërveprojmë me të tjerët dhe madje edhe në fjalët që përdorim çdo ditë. 4 temat janë të natyrës racionale, sepse përshkruajnë mënyrën se si lidhemi me prindrit tanë dhe me njerëzit e tjerë brenda sistemit ton familjar. Nëse i kuptojmë këto tema dhe dim si t'i vëzhgojmë, mund të zbulojmë se cilat prej tyre janë aktive tek ne dhe se si na pengojnë që të përjetojmë plotësisht jetën. Në fakt, shkëputja nga nëna ose babai qëndron në themel të 3 prej këtyre 4 temave të pavetëdijshme. Prandaj, ajo është pika e parë që duhet të marrë në konsiderat kur ne ndjejmë se jemi në luftë me veten apo me jetën. Ekzistojnë edhe forma të tjera ndërprerje të forcës jetësore, të cilat mund të na pengojnë të jetojmë me plotësi. Por këto ndërprerje nuk janë gjithmonë të pavetëdijshme dhe nuk lidhen domosdoshmërisht me prindrit ose me antar të tjerë të sistemit ton familjar. Një ndërprerje e tillë mund të vi kur kemi përjetuar një traumë personale. Mund të vi edhe kur jemi të vetëdijshëm për ndikimin dhe efektet e traumës mbi ne. Shpesh mund të ndihemi të pafuqishëm për ta zgjidhur dhe për ta shëruar plotësisht atë. Një tjetër formë ndërprerje lind edhe nga ndjenja e fajt, kur kemi bërë diçka që ka lënduar dikë tjetër, kemi marrë një vendim të padrejtë, kemi përfituar nga diçka që nuk na përkiste, ose në rastet më të rënda, kemi shkaktuar humbje jete, me qëllim apo pa qëllim, faji mund të na ngurtësojë dhe të bllokoj forcën tonë jetësore në shumë mënyra. Nëse ai mbetet i pazgjitur, kjo barë mund të përcillet tek fëmijët tanë dhe madje edhe tek brezat pas tyre. Në kapitujt e mëposhtëm do të eksplorojmë më thellë se si ndodhin këto ndërprerje. Por fillimisht le të përqendrohemi tek 4 ndërprerjet kryesore që lidhen drejt për drejt me prindrit tanë ose me antarët e tjerë të sistemit familjar. 1. A jeni bashkuar me ndjenjat, sjelljet apo përvojat e njërit prej prindërve tuaj? Mendoni me kujdes. A ka pasur ndonjëri prej prindërve tuaj vështirësi emocionale, fizike apo psikologjike? A ju ka lënduar t'i shihni duke vuajtur? A keni ndjerë dëshirën që t'u largoni dhimbjen? A keni provuar ta bëni këtë? A keni mbajtur ndonjëherë anën e njërit prind kundër tjetrit? Ndoshta keni pasur frikë që t'i shprehnit dashurinë njërit prej tyre nga ndrojtja se mos lëndoni tjetrin? Dhe sot, në jetën tuaj të përditshme, a vini re se po përballeni me vështirësi të ngjashme me ato që kanë pasur prindrit tuaj? A e dalloni apo a e njihni dhimbjen e tyre brenda vetes tuaj?
shumë prej nesh, pa e kuptuar, pra në mënyrë të pandërgjeshme, mbartin dhimbjen e prindërve tanë. Si fëmijë të vegjël, ende pa formuar ndjenjën e plotë të individualitetit, nuk e kemi ditur se jemi njëkohësisht të lidhur me ta dhe të veçuar prej tyre. Në ato moshë të pafajshme, mbase kemi imagjinuar ose edhe kemi besuar se ne mund t'u lehtësonim dhimbjen duke ndarë me ta. Është sikurse, nëse e mbartim edhe ne, ata nuk do të duhet ta mbanin vetëm. Dhe në këtë mënyrë mund t'u lehtësonim pa kënaqësinë. Por kjo është një fantazi fëmijërore. Është një përpjekje e kotë që përfundon vetëm duke krijuar më shumë dhimbje dhe pa kënaqësi. Ky model përsëritet shpesh në familje. Një nënë e trishtuar ka një vajzë që mbart të njëjtin trishtim. Një baba i nënvlerësuar rrit një djalë i cili përjeton të njëjtën mungesë respekti. Kështu, dhimbjet e prindërve pasqyrohen tek fëmijët duke u përcjell brez pas brezi në forma të pafundme. Kur bashkohemi me një prind në këtë mënyrë, pra në mënyrë të pavetëdijshme, ne ndajmë një pjesë të përvojës së tij, zakonisht atë më të dhimbshmen. Pa e kuptuar, ne e përsërisim ose e rijetojmë historinë e tyre, derisa ne të arrijmë të shohim atë që na mban të lidhur me të kaluarën dhe të gjejmë mënyrën për të çliruar prej saj. Historia e Gavin. Historia e mëposhtme ilustron mënyrën se si një lidhje pavetëdijshme me një prind mund të ndikojë thellësisht në jetën tonë, edhe gjithashtu të krijojë modele përsëritëse të cilat na bëjnë të ndihemi të pafuqishëm për të ndryshuar dhe për të zgjidhur ato. Kur Gavin ishte vetëm 34 vjeç, ai mori disa vendime të nxituara financiare, të cilat rezultuan katastrofike. Brenda pak muajsh, ai dhe familja e tij humbën të gjitha kursimet që kishin grumbulluar me vite. Pak kohë më parë, ai ishte pushuar nga puna e tij si menaxher projekti për shkak të mosrespektimit të afateve. Me një bashkëshorte edhe me 2 fëmijë të vegjël në shtëpi, Gavin u ndodh në një situatë të dëshpëruar. Vështirësitë financiare, presioni familjar dhe humbja e vetbesimit e çuan në një depresion të thellë. Ajo që Gavin nuk e kishte kuptuar ishte se, pa e ditur, ai po përsëriste historinë e babait të tij. Kur ai ishte fëmijë, babai i tij, i cili në atë kohë ishte rreth të 30-tave, kishte humbur të gjitha kursimet e familjes duke vënë bast në garat me kuaj. Babai i tij ishte i bindur se kishte informacion të sigurt për një kal fitues, por gaboi. Pas kësaj ngjarje, nëna e tij mori Gavin dhe motrën e tij dhe u kthye të jetonte në shtëpinë e prindërve të saj. Që nga ai moment, Gavin pothuajse nuk e pa më babain e tij. Nëna e tij shpesh fliste për të si një njeri egoist, kumarxhi të pashërueshëm dhe humbës. Tani, dekada më vonë, Gavin, në mënyrë të pavetëdijshme, po përjetonte pothuajse të njëjtin skenar. Kishte humbur paratë e familjes dhe ndodhi në rrezik që të humbiste edhe familjen e tij, ashtu siç kishte bërë dikur babai i tij. Duke qenë kaq larg nga babai i tij, ai nuk mund ta kuptonte se si jeta e tyre pasqyronte një model kaq të ngjashëm. Vetëm gjatë seancave tona, ai filloi të kuptonte se po jetonte të njëjtën histori dhe të njëjtë përvojë të babait të tij. Duke jetuar kështu, pa dashje, plagët e së shkuarës së familjes së tij dhe duke qëndruar i lidhur me babain në mënyrë të pavetëdijshme. Edhe pse kishte kaluar shumë kohë që ata nuk ishin folur, Gavin kuptoi se brenda tij ende ekzistonte një nevojë e thellë për të lidhur dhe për të pajtuar këtë marrëdhënie të prishur. Pas gati 1 dekade heshtjeje, ai vendosi të ndërmerrte hapin e parë.
i vetëdijshëm për ndjenjën e rezistencës dhe për faktin se njihte të jatin vetëm përmes tregimeve të nënës, ai vendosi të afrohej me kujdes dhe me zemër të hapur. I shkruajti një letër me dorë, ku i tregonte se tashmë ishte babai i 2 vajzave të vogla, dhe tashmë ai ishte gjyshi i tyre, dhe i vinte shumë keq që nuk e kishte kontaktuar më parë. Pas kësaj, Gavin priti plot 6 javë, por përgjigja nuk erdhi kurrë. Në mendjen e tij, ai nisi të përjetonte këtë heshtje si një humbje tjetër. Ose i jati kishte ndërruar jetë, ose akoma më e dhimbshme për të, ai e kishte refuzuar. Duke ndjekur një instinkt të brendshëm, pavarësisht frikës dhe pasigurisë, Gavin mori telefonin edhe vendosi të telefononte të jatin. Ishte një vendim që do të ndryshonte jetën. Për çudi, babai i tij nuk e kishte marrë kurrë atë letër. Telefonata e parë ishte e ndrojtur dhe e mbushur me emocione të përziera. Të dy burrat ngatëroheshin me fjalë, përpiqeshin të ruanin qetësinë, teksa brenda tyre zjente një ndjenjë mallëngjimi dhe ankthi. Megjithatë, pas disa telefonatave të ngurta, diçka filloi të zbutet. Fjalët e sinqerta dhe dëshira për të lidhur filluan të rizgjoheshin. Në një nga bisedat, Gavin gjeti guximin të tregonte të jatit se sa shumë i kishte munguar. Babai i tij e dëgjoi në heshtje. E dëgjoi duke u përpjekur të mbytte lotët. Babai i tij i rrëfeu se humbja e familjes kishte qenë një plagë që nuk i ishte mbyllur kurrë, edhe se nuk kishte kaluar asnjë ditë pa ndjerë dhimbjen, trishtimin dhe fajin e asaj kohe. Në fund, babai i propozoi të takoheshin personalisht, dhe Gavin pranoi. Pas këtij kontakti të parë të sinqert, diçka ndryshoi brenda tij. Brenda disa javësh, depresioni që i kishte përfshirë filloi të zbehej. Me rikthimin e babait në jetën e tij, Gavin ndjeu sikur një peshë e madhe ju largua nga shpatullat. Filloi të ndreqte marrëdhënien me gruan e tij, të fitonte sërish besimin e saj dhe të forconte edhe lidhjen me fëmijët. Ishte sikur më në fund kishte gjetur çelësin që i mungonte dhe tani mund të zhbllokonte kasafortën e cila mbante gjërat më të vlefshme të jetës së tij. Lidhjen themelore me rrënjët e tij dhe me familjen e tij. Asnjë prind nuk dëshiron që fëmia i tij të vuajë në emrin e tij. Por shumë fëmijë e marrin këtë bark pa vetëdije, duke besuar se kështu ata mund të lehtësojnë dhimbjen e prindërve. Në të vërtetë, kjo është një mënyrë e gabuar dhe e pabalancuar e dashurisë. Është arrogante të mendojmë se si fëmijë jemi më të aftë se sa prindrit tanë për të përballuar dhimbjet e tyre. Kjo shkon kundër rendit natyror të jetës. Prindrit tanë erdhën përpara nesh. Ata na dhanë jetën, ushqimin dhe mundësinë për të ekzistuar. Ne nuk jemi këtu për t'i shpëtuar, por për të marrë prej tyre forcën që na kanë dhënë për të na çuar përpara. Kur një fëmijë merr mbi vete barrën e prindit, qoftë me vetëdije apo pa vetëdije, ai humbet përvojën e të qenit i mbështetur dhe fillon të ndjejë se duhet të mbështesë gjithë jetën të tjerët. Kjo shpesh kthehet në një model që përsëritet, si ndjenja e përgjegjësisë së tepërt, mungesa e pushimit apo ndjenja e mirëngarkesës emocionale. Duke u përpjekur të mbajmë barrën dhe dhimbjen e prindërve, ne jo vetëm që vazhdojmë të zgjasim vuajtjen e familjes, por edhe e bllokojmë rrjedhën natyrore të forcës së jetës që duhet të kalojë tek ne dhe tek brezat pas nesh. Edhe kur ne kujdesemi për prindit e sëmur ose të moshuar, duke i ndihmuar në atë që ata nuk mund ta bëjnë për veten e tyre, është thelbësore të ruajmë dinjitetin dhe balancën e marrëdhënies prind-fëmijë. Kujdesi duhet të vijë nga dashuria dhe jo nga ndjenja e fajit apo nga nevoja për t'i shpëtuar. Vetëm kur e nderojmë prindin
si burimin ton të jetës, pa marrë mbi vete dhimbjet e tij, atëherë forca jetësore mund të rrjedh lirshëm tek ne. Dhe jeta fillon të shërohet. 2. A e keni gjykuar, fajsuar, refuzuar, apo keni shkëputur veten nga njëri prej prindërve tuaj? Nëse dëshirojmë të vërtet të jetojmë plotësisht, të ndjejmë gëzim të vërtet, të kemi marrëdhënie të thella dhe të qëndrueshme, të shijojmë një shëndet të fortë, të gjallë dhe vital, si dhe nëse vërtet duam të jetojmë deri në potencialin ton të plot, duhet që të fillojmë nga themeli, të shërojmë marrëdhëniet e prishura me prindërit tanë. Prindërit tanë nuk janë thjesht njerëz që na kanë sjellë në jetë. Ata janë burimi nga i cili rrjedh vetë jeta jonë. Ata përfaqësojnë portën drejt forcave tona krijuese, potencialeve të fshehura dhe po ashtu sfidave që kemi trashëguar nga brezat përpara nesh. Pavarësisht nëse ata janë të vdekur apo të gjallë, nëse ne jemi të shkëputur me ta, nëse marrëdhënia jonë nuk është aq miqësore, ose jemi në konflikt me prindrit tanë, lidhja me ta mbetet themelore për shërimin ton të brendshëm. Gjithashtu, edhe traumat që ata kanë përjetuar ose trashëguar, mbajnë çelësin e shërimit ton. Edhe nëse ndonjëherë ju duket më e lehtë të bëni diçka absurde sesa të afroni me prindit tuaj, ky hap është thelbësor dhe nuk mund të shmanget, pavarësisht se sa kohë mund të marrë. Mua më deshën plot 36 dreka javore me babain tim, një ish rreshter detar, derisa më në fund ai pranoi se nuk e kishte besuar kurrë që unë e doja vërtet. Shpesh, marrëdhëniet e prishura me prindërit tanë kanë rrënë në një ngjarje të dhimbshme, në trauma apo keqkuptime që kanë ndodhur shumë kohë më parë, ndonjëherë edhe përpara lindjes sonë, në historinë tonë familjare. Këto dhimbje mund të përsëriten nga njëri brez në tjetrin, derisa dikush në familje të zgjedh dhe t'i ndalë. Dhe kjo ndalesë fillon atëherë kur ne guxojmë të lëmë mënjan gjykimin dhe fajsimin, të hapim zemrën dhe të shohim prindrit tanë dhe antarët e tjerë të familjes me dritën e dëmshurisë. Vetëm atëherë mund të fillojë shërimi i vërtet dhe të çlirohemi nga dhimbjet që na mbajnë peng. Ky proces nuk është gjithmonë i lehtë. Ndonjëherë ndjenja e zemërimit, zhgënjimit apo mosbesimit mund të jetë aq e fortë sa të duket e pamundur që të afrohesh me ta. Por, e rëndësishme është të kuptojmë se shërimi nuk kërkon që marrëdhënia të jetë perfekte. Kërkon vetëm që zemra të zbutet. Vetëm duke vepruar kështu, mund të zgjidhim dhimbjen që na pengon dhe ta përqafojmë plotësisht jetën tonë. Edhe nëse hapi i parë është vetëm i brendshëm, një mendim, një lutje, një ndjenjë e vogël mirëkuptimi, ai ka një fuqi të madhe. Mjafton që të gjejmë një vend të qetë brenda vetes, aty ku mund të mendojmë për prindrit tanë pa shpërsi, pa ndjenjën e asaj shigjete që na shpon, por të mendojmë me një frymë mirëkuptimi dhe respekti. Në fund, nuk mund të përqafojmë plotësisht jetën derisa të pajtohemi me atë që na e dhan atë. Ky është hapi i parë drejt lirisë së vërtetë emocionale dhe shpirtërore. Kjo qasje mund të duket ndryshe dhe mund të jetë në kundërshtim me atë që ju keni mësuar, apo edhe nga ajo që ju keni dëgjuar. Shumë forma tradicionale të terapisë e vendosin fajin tek prindrit si burim dhe si shkakun kryesor të dhimbjeve tona emocionale. Ashtu si mint që enden pafundësisht në të njëjtin labirint, shumë njerëz kalojnë vite, madje edhe dekada duke ripërsëritur të njëjtat histori të vjetra për mënyrën se si prindrit e tyre i kanë lënduar ose i kanë bërë të vuajnë. Por,
Edhe pse këto histori të vjetra mund të na mbajnë peng, pra mund të na mbajnë të bllokuar, nëse arrim të zbulojmë dhe të kuptojmë historitë më të thella që fshihen pas tyre, atëherë mund të çlirohemi prej tyre. Burimi i kësaj lirie është brenda nesh. Ai thjesht pret të zbulohet. Pyeteni veten. A e refuzoni, fajsoni apo gjykoni ndonjërin nga prindrit ose edhe të dy për mënyrën se si ata janë sjellë me ju? A mos vallë nuk e respektoni njërin apo të dy prindrit tuaj? A e keni shkëputur veten emocionalisht nga ndonjëri prej tyre ose edhe nga të dy? Le të marrim shembullin e nënës. Pra, le të themi se ju fajsoni ose refuzoni nënën tuaj. Nëse ndjeni se ajo nuk ju ka dhënë mjaftueshëm dashuri, kujdes ose mbështetje, pra, nëse kjo është e vërtet për ju, a e keni pyetur veten se çfarë ka ndodhur me të? Çfarë ngjarje apo përvojë ka pasur fuqinë të ndërpresë rrjedhën e dashurisë midis jush? A ka përjetuar ndonjë dhimbje, humbje apo traumë që e ka bërë atë të tërhiqet shpirtërisht? Ndoshta nëna juaj është ndarë në ndonjë lloj mënyre nga nëna e saj dhe ka marrë ndonjë plagë emocionale të pashëruar nga kjo ndarje. Edhe për këtë arsye, nuk ka mundur t'ju jap ju atë që ajo vetë nuk e ka marrë kurrë. Aftësia e saj prindërore për të dhënë dashuri dhe siguri është ndikuar nga mungesat që ka pasur vetë në fëmijëri. Është ndikuar nga marrëdhëniet që ka pasur me prindrit e saj. Nëse ju e refuzoni nënën tuaj, ka shumë mundësi që një ngjarje traumatike dhe e dhimbshme që ka ndodhur më parë të qëndrojë mes jush dhe asaj. Ndoshta ajo ka humbur një fëmijë përpara se të lindit ju. Ose mbase ka qenë e detyruar që të jap një fëmijë për birësim. Ndoshta ka humbur dashurinë e saj të parë në një aksident automobilistik. Njeriu me të cilin kishte planifikuar të martohej. Ndoshta babai i saj ka vdekur kur ajo ishte e re. Ose ndoshta vëllai i saj dashur është vrarë teksa po zbriste shkallët në autobusi i shkollës. Valët goditëse të një ngjarje të tillë kanë ndikuar në mënyrën se si ajo jep dashurinë. Edhe pse vetë ngjarja nuk kishte të bënte drejt për së drejti me ju. Trauma ka marrë një pjesë të madhe të vëmendjes dhe të energjisë të nënës suaj. Pavarësisht se sa e madhe ishte dashuria e saj për ju, dhe pavarësisht se ajo ju ka dashur me gjithë zemër. Si fëmijë, ju mund ta keni përjetuar këtë si mungesë dashurie. Mund të jetë dukur se ajo ishte e ftohtë, e mbyllur në vetvete ose e largët. Më pas, mund ta keni refuzuar rrjedhën e saj të varfëruar të dashurisë. Edhe mund ta keni marrë këtë gjë personalisht, sikur ajo ka zgjedhur vetë që të mos ju jap dashuri. Por e vërteta më e madhe dhe më e thellë është se dashuria që ju donit nga nëna juaj ndoshta nuk ishte e disponueshme për të ta jepte, sepse ajo vetë nuk e kishte marrë atë dashuri në fëmijërinë e saj. Shumë fëmijë që rriten në rrethana të ngjashme përjetojnë të njëjtën lloj distance emocionale nga nëna e tyre. Kjo ndodh jo sepse prindi nuk do, por sepse vetë prindi është i plagosur dhe nuk ka mësuar kurrë se si ta jap dashurinë që ati veti ka munguar. Nëse jeni shkëputur emocionalisht nga nëna juaj, mund ta fajsoni, sepse do të ndjeni se ajo nuk i është përgjigjur gjithë dashurisë që i keni dhënë atëherë kur ju ishit fëmijë i vogël. Ndoshta ajo ka kaluar një periudhë të vështirë, mbase ka qenë e trishtuar, në depresion dhe shpesh ka qarë kaq shumë
sa ju, si fëmijë, jeni përpjekur që ta bëni të ndihet më mirë. Jeni përpjekur ta gëzonit, ta bënit më të lumtur me dashurinë dhe me kujdesin tuaj. Ndoshta jeni kujdesur për të, duke u munduar t'ia largonit ose të paktën t'ia lehtësonit dhimbjen. Por me kalimin e kohës, në një moment, ju keni kuptuar se sa do shumë që u përpoqët, përpjekjet e juaja nuk sollën ndryshim. Ato përpjekje kishin dështuar. Kishin dështuar sepse dashuria juaj nuk mjaftonte që ajo të shërohej, të ndihej më mirë dhe ta bënte më të lumtur. Ose sikur dhe vetëm të gjente pak qetësi nga ajo që kërkonte. Edhe atëherë, ju dhëmbi kaq shumë sa vendosët të distancoheni prej saj. Mund ta keni fajsuar në nënën tuaj që nuk ju dha dashurinë që kishit nevojë. Por në të vërtetë, brenda vetes ndjeshit të padukshëm. Ndjeshit sikur ajo nuk e vuri re gjithë dashurinë dhe përpjekjen që ju i dhatë. Mbase ndjeshit dhe të zhgënjur, sepse dashuria që i dhatë nuk ju erdhi mbrapsht në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën ngrohtësi apo përkushtim që ju e dhuruat. Ndoshta shkëputja nga prindërit juaj ka qenë mënyra e vetme që keni ditur për të mbrojtur veten nga dhimbja. Në fillim, kjo mund t'ju ketë dhënë ndjesinë e lirisë, por në të vërtetë është një liri e rrem. Është një mënyrë mbrojtjeje që keni mësuar që fëmijë. Me kalimin e kohës, ajo ju kufizon dhe ju pengon që të përjetoni plotësisht jetën dhe dashurinë. Mund të ketë ndodhur që e fajsoni ose e gjykoni njërin nga prindrit, sepse ai apo ajo ka qenë në konflikt me prindrin tjetër dhe ju jeni në tjerë të detyruar të zgjidhni njërin anë. Shpesh herë ndodh që një fëmijë të jetë haptazi i lidhur dhe besnik me njërin nga prindrit, por në fshehtësi të mbajë një lidhje të fortë edhe me tjetrin. Ndonjëherë, për të ruajtur këtë lidhje të fshehtë me prindin e refuzuar, fëmia mund të fillojë të sillet pikërisht si ai, duke marrë ose duke imituar disa nga tiparet që të tjerët i konsiderojnë negative tek ai prind. Le ta shohim më qartë këtë. Emocionet, tiparet, dhe sjelljet që refuzojmë tek prindrit tanë, shpesh vazhdojnë të jetojnë brenda nesh. Kjo është mënyra jone pavetëdijshme për t'i dashur ata. Është një mënyrë për t'i mbajtur të gjallë në jetën tonë. Kështu ndodh edhe në rastin e Gavin, ku ky model u shfaq në mënyrë të pandërgjeshme në jetën e tij. Kur refuzojmë prindërit tanë, ne e humbasim aftësinë për të parë se sa shumë u ngjajmë atyre. Ajo që ne nuk e pranojmë tek ata, shpesh bëhet pjesë e mohuar e vetes sonë. Pa e kuptuar, ne e projektojmë këtë pjesë tek njerëzit që na rrethojnë, tek miqt, partnerët apo tek bashkëpunëtorët tanë. Më pas, në mënyrë krejtësisht të pavetëdijshme, ne tërheqim njerëz që shfaqin të njëjtat sjellje të cilat ne i kemi refuzuar tek prindërit tanë. Kështu, jeta na jep shumë mundësi për të parë, për të reflektuar, për të kuptuar dhe për të shëruar këtë pjesë të brendshme të vetes që ende kërkon pranim dhe dashuri. Në nivelin fizik, refuzimi i prindërve tanë mund të jetë si dhimbje, si shtrëngim apo si mpirje në trupin tonë. Trupi e ndjen këtë tension derisa prindi i refuzuar të pranohet brenda nesh me dashuri dhe me mirëkuptim. Nuk është gjithmonë e nevojshme të dim saktësisht historinë e familjes për të kuptuar se çfarë shkaktoi këtë refuzim. Është e qartë që ka ndodhur diçka që ka penguar lidhjen tuaj me prindin. Ajo mund mos të folur kurrë për histori dhe për traumat e saj. Dhe ju mund të mos i mësoni asnjëherë. Megjithatë, shërimi i marrëdhënies tuaj me të do t'ju ndihmojë që të ndjeni më të plotë dhe më të qetë brenda vetes.
E vetmja gjë që ju duhet të dini është se diçka ndodhi. Dhe ajo diçka ndoshta mbylli zemrën e saj, tuajën ose të dyja. Detyra juaj tani është që ju të rilidheni me dashurinë që dikur e keni ndjerë natyrshëm për nënën tuaj. Në atë moshë kur ju ishit ende një fëmijë i vogël. Vetëm kështu mund të hiqni dorë nga barra emocionale që mbani, e cila në të vërtetë i përket asaj. Shërimi i marrëdhënieve me prindërit tanë shpesh herë fillon brenda nesh. Ndonjëherë, përpara se të ndërmarrim hapa në botën e jashtme, duhet të bëjmë një hap të thellë në botën tonë të brendshme. Ajo që vijon është një mënyrë e thjeshtë, por tepër e fuqishme për të filluar këtë proces. Megjithëse ushtrimi që vjen fokusohet në marrëdhënien me nënën tuaj, i njëjti proces mund të ndodhë edhe për të shëruar marrëdhënien me babain. Vizualizimi i nënës suaj dhe i historisë së saj. Imagjinoni që nëna juaj qëndron përballë jush, vetëm disa hapa larg. Mbyllni sytë për një moment dhe përqendroni brenda vetes. Çfarë ndjesisht keni? Çfarë po ndjeni tani në zemrën dhe në trupin tuaj teksa imagjinoni nënën tuaj përballë jush? Ndjeni qetësi, ngrohtësi, tension, trishtim apo diçka tjetër? Tani imagjinoni që ajo po afrohet. Duke bërë 3 hapa të mëdhenj drejt jush, ajo tani po qëndron shumë afër jush, vetëm pak centimetra larg trupit tuaj. Çfarë ndodh brenda jush në këtë moment? A ndjeni të qetë apo të tensionuar? A ndjeni dëshirë të afroheni apo të largoheni? Nëse ndjeni që trupi juaj të kurret ose dëshiron të tërhiqet, është e rëndësishme të kuptoni se hapja emocionale tani është përgjegjësia juaj dhe jo e nënës suaj. Tani, le të shohim gjërat nga një perspektivë më e gjerë. Imagjinoni përsëri nënën tuaj teksa qëndron disa hapa larg jush. Këtë herë, përfytyrojeni atë sikur është e rrethuar nga të gjitha përvojat e vështira apo nga të gjitha traumat të cilat i ka kaluar në jetën e saj. Edhe nëse nuk e dini saktësisht se çfarë ka ndodhur, mund ta ndjeni në zemër se ajo ka përjetuar dhimbje dhe lufta të brendshme në jetën e saj. Merrni disa momente për të ndjerë vërtet se si duhet të kishte qenë për të. Mbyllni syt. Kujtoni ndonjë histori që keni dëgjuar për familjen e saj. Ndoshta një humbje, një ndarje apo një periudhë të vështirë. Imagjinoni nënën tuaj si një vajzë të vogël, si një fëmijë ose si një grua e cila përpiqet të përballet me valët e humbjes dhe të dhimbjes, duke u munduar të mbrohet nga ky sulm i dhimbjes me gjithë fuqinë e saj të brisht. Çfarë ndjen trupi juaj tani? Mbase po përjetoni atë që ajo mund të ketë ndjerë? Ku i ndjeni këto emocione në trupin tuaj? Dhe cilat janë ato ndjesi që po provoni? A mund të ndjeni ose të imagjinoni se si duhet të ketë qenë kjo për të? A mund ta përfytyroni ose ta kuptoni se si është ndjer ajo? A ju prek historia e saj? A ju bën të ndjeni diçka? A mund të ndjeni keqardhje, mirëkuptim apo dashuri për të? A mund të ndjeni dëmshurinë tuaj për të? Mendo disa momente për këto, edhe më pas thuaj nënës tënde me zemër.
Mami, të kuptoj. Edhe nëse nuk e kupton plotësisht, përsërit e përsëri. Dhe mendoni të shtoni edhe fjalët. Mami, të kuptoj. Unë do të përpiqem të pranoj dhe të marr dashurinë tënde ashtu siç është. Pa e gjykuar ose pa pritur që ajo të jetë ndryshe. Ndalo për një moment të vëzhgo. Si ndihet trupi juaj kur shprehni këto ndjenja? A ndjeni ndonjë vend në trup që lirohet, bëhet më i butë, më i hapur, ose që relaksohet? Të kesh një marrëdhënie të ngushtë dhe të shëndetshme me prindërit nuk sjell vetëm ngrohtësi emocionale dhe mbështetje shpirtërore. Studimet tregojnë se ajo ndikon drejt për drejt në shëndetin tonë fizik. Një kërkim 35 vjeçar i zhvilluar në Universitetin e Harvardit ka zbuluar prova të forta se cilësia e marrëdhënieve me prindrit tanë ndikon ndjeshëm gjatë viteve të mëvonshme të jetës. Në këtë studim afatgjatë, pjesëmarrësve ju kërkua të përshkruanin marrëdhëniet e tyre me secilin prind duke përdorur këto 4 përshkrime të mundshme. Shumë e afërt, e ngrohtë dhe miqësore, tolerante ose e tensionuar dhe e ftohtë. Rezultatet ishin mbretërëse. Ato treguan një ndryshim të madh midis atyre që kishin marrëdhënie të mira me nënën e tyre dhe atyre që nuk I kishin këto marrëdhënie kaq të mira. 91% e pjesëmarrësve, të cilët e përshkruanin marrëdhënien me nënën e tyre si tolerante ose të tensionuar, u diagnostikuan më vonë në jetën e tyre me probleme serioze shëndetësore, si kancer, sëmundje të zemrës ose presioni I lartë I gjakut. Nga ana tjetër, ata që kishin një marrëdhënie të ngrohtë dhe të afërt me nënën e tyre dhe të cilët patën po të njëjtat probleme shëndetësore, ishin vetëm 45%. Me fjalë të tjera, personat që ndiheshin emocionalisht të lidhur me nënën e tyre kishin 2 herë më pak mundësi që të përballeshin me sëmundje serioze në moshën e mesme. Të dhënat ishin të ngjashme edhe për marrëdhënien me babain. 82% e pjesëmarrësve, të cilët kishin marrëdhënie të tensionuara me babain, pësuan probleme serioze shëndetësore në moshën e mesme. Krahasuar me 50% të atyre që I kishin marrëdhënie të ngrohta dhe të afërta. Por zbulimi më I fortë ishte ky. Të gjithë pjesëmarrësit, të cilët raportuan marrëdhënie të tendosura me të 2 prindrit, pra si me nënën ashtu dhe me babain, 100% e tyre përjetuan probleme të mëdha shëndetësore në jetën e tyre më vonë. Ndërsa ata që kishin marrëdhënie të ngrohta dhe të dashura me prindrit, raportuan të njëjtat shqetësime vetëm në 47% të rasteve. Një studim I kryer në Universitetin John Hopkins për 50 vjet ndoqi 1100 student meshkuj të mjekësisë. Dhe studiuesit zbuluan se tek pjesëmarrësit, të cilët ndiheshin të distancuar ndaj njërit prind, rreziku I shfaqjes së kancerit tek ata ishte më e madhe. Jo vetëm që një marrëdhënie e vështirë me prindrit mund të ndikojë në shëndetin tonë fizik, por ajo mund të ndikojë edhe në mënyrën se si lidhemi me të tjerët më vonë. Siç e shpjeguam, marrëdhënia e hershme me nënën mund të shërbejë edhe si një shabllon për marrëdhëniet tona të mëvonshme. Historia më poshtme tregon se si ndjenjat e pasgjidhura ndaj nënës mund të projektohen tek partnerët tanë. Historia e trisjas. Marrëdhëniet e trisjas me partnerët e saj ishin të gjitha jetë shkurtra. Asnjëra nuk zgjaste më shumë se sa 1 ose 2 vjet. Tani ajo po mendonte të lindte partnerin e saj aktual. Ajo shpesh ankohej
se ai ishte i ftohtë dhe i pandjeshëm, dhe se nuk ishte kurrë aty kur ajo kishte nevojë për të. Pa e kuptuar, Trisja po përshkruante nënën e saj në të njëjtën mënyrë. Ajo është e largët dhe nuk më mbështet kurrë emocionalisht. Nuk më deshin në mënyrën se si duhet të më donte, në atë mënyrë që unë kisha nevojë. Shprehej ajo për nënën e saj. Refuzimi që Trisja kishte ndaj nënës së saj ishte shkaku i dështimeve të marrëdhënieve të saj. Ndjenjat e pasqyrtura ndaj nënës u shfaqën dhe po ndikonin pa dashje dhe tek partnerët e saj, duke dëmtuar lidhjen dhe intimitetin që ajo dëshironte. Pa e kuptuar, refuzimin që kishte ndaj nënës, ajo po e përsëriste tek partnerët e saj. Ajo nuk mund të tregonte ndonjë ngjarje specifike që e shpjegonte se pse kishte refuzuar nënën e saj. Por, gjatë punës së saj terapeutike, Trisja zbuloi se nëna e saj shpesh e kishte përshkruar gjyshen e Trisjas si egoiste dhe emocionalisht të largët dhe të padisponueshme. Historia familjare tregonte se gjyshja, kur ishte e vogël, kishte humbur nënën, dhe pas vdekjes së nënës së saj, ishte dërguar të jetonte me tezën. Ajo shpesh ndiej si e huaj në familjen e re, duke mbetur e mërzitur dhe i natosur për pjesën më të madhe të jetës së saj. Trisja më në fund e kuptoi se nga vinte mungesa e ngrohtësisë së nënës së saj. Kjo mungesë ngrohtësie rrënjët i kishte në këtë histori. Edhe ajo thjesht po përsëriste një model familjar të vajzave që nuk e kishin marrë nga nënat e tyre dashurinë për të cilin kishin pasur nevojë. Ky model jehoi në historinë e familjes për të paktën 3 breza. Me këtë kuptim të ri, për herë të parë, Trisja filloi të ndjente dëmshurinë për nënën e saj. Ajo pajtoi marrëdhëniet e tyre dhe menjëherë vuri re ndryshim tek partneri i saj. Ajo zbuloi se tashmë ishte më pak mbrojtëse. Mund të qëndronte më e hapur dhe më e pranishme edhe gjatë situatave të vështira, kur në të kaluarën ajo do të tërhiqej në vetvete sepse ndjente kërcënim. Projekcionet që ishin mbuluar tani kishin një pamje të plotë. Nëse marrëdhënia juaj me prindrit është e vështirë ose e tensionuar, mos u shqetësoni. Unë ofroj mjete që mund t'ju ndihmojnë të riparoni lidhjen. Nuk duhet të prisni që prindrit të ndryshojë. Ndryshimi fillon tek ju. Dinamika e marrëdhënies mund të mbetet e njëjtë, por mënyra se si e shihni dhe e përjetoni do të ndryshojë. Nuk bëhet fjalë për veprime të rrezikshme, por për zgjedhjen e një rruge më të mirë për të përmirësuar udhëtimin tuaj së bashku. 3. A keni përjetuar një ndërprerje në lidhjen e hershme me nënën tuaj? Nëse ju e refuzoni nënën tuaj, kjo mund të vijë nga një shkëputje emocionale që ka ndodhur shumë herët në fëmijërinë tuaj. Kjo nuk ndodh tek të gjithë, por tek shumë njerëz kjo shkëputje krijon ankth kur ata përpiqen të lidhen me një person në një marrëdhënie të ngushtë intime. Ky ankth mund të shkaktojë vështirësi në ruajtjen e një lidhje të qëndrueshme, ose madje mund t'ju bëjë të mos dëshironi lidhje fare. Për disa njerëz, kjo shfaqet si vendimi për të mos pasur fëmijë. Në pamje të jashtme, thonë se rritja një fëmije kërkon shumë kohë dhe energji. Por në thellësi, mund të ekzistojë frika se nuk do të arrijnë kurrë që t'i japin një fëmijë dashurinë që ata vetë nuk e kanë marrë. Gjithashtu, një ndërprerje në lidhjen nën-fëmijë në brezat e mëparshme mund të ndikojë sot tek ju në marrëdhënien që keni me nënën tuaj. A ka përjetuar nëna ose gjyshja juaj ndonjë ndërprerje në lidhje me nënën e saj? Pasojat të tilla emocionale, të traumave të hershme, mund të transmetohen në brezat e mëvonshme. Në këtë rast, është e natyrshme që nëna juaj të mos ketë mundur t'ju jap dashurinë dhe mbështetjen që ajo vetë nuk e ka marrë ndonjëherë nga nëna e saj. Nëse jeni larguar nga prindrit, ose
Nëse ata kanë vdekur, mund të mos e dini kur saktësisht përgjigjet e këtyre pyetjeve. Dhe as atë që ka ndodhur në fëmijërinë tuaj. Sidomos nëse keni qenë shumë të vegjël në momentin e shkëputjes. Ndërprerjet emocionale, kur ndodhin shumë herët në jetë, janë të vështira për t'u dalluar dhe për t'u mbajtur mend, sepse truri ynë ende nuk është formuar plotësisht në atë periudhë. Pra, në vitet e para të jetës. Hipokampusi, pjesa e trurit që krijon dhe ruan kujtimet, nuk është zhvilluar plotësisht përpara moshës 2 vjeçare. Dhe lidhjet e tij me pjesët e trurit që na ndihmojnë të kuptojmë përjetimet, pra korteksi paraballor, janë ende të paplota. Për këtë arsye, dhimbja ose trauma nga një ndarje e hershme ruhet në formë ndjenjash trupore, imazhe të paqarta dhe emocione të forta. Dhe jo si kujtime të plota dhe të qarta. Pa një kuptim të organizuar të një historie, ato emocione dhe ndjesi mund të jenë shumë të vështira për të kuptuar dhe shpjeguar. Le të shohim dhe disa pyetje të tjera, të cilat mund të na ndihmojnë të kuptojmë nëse kemi përjetuar një ndërprerje në lidhje me nënën tonë. A ka ndodhur diçka e rëndë ose traumatike kur nëna juaj ishte shtatzan me ju? A ka qenë ajo shumë e shqetësuar, e stresuar ose dëshpëruar? Prindrit tuaj, a kanë pasur probleme në marrëdhënien e tyre gjatë periudhës kur ju ishit në barkun e nënës suaj? A ka qenë e vështirë lindja juaj? Keni lindur para kohe? A ka përjetuar nëna juaj depresion pas lindjes? A jeni ndarë nga nëna juaj me njëherë pas lindjes? A jeni adoptuar? A keni përjetuar një traum ose një ndarje nga nëna juaj gjatë 3 viteve të para të jetës? A jeni ndarë prej saj për shkak të shtrimit në spital? Mbase ju ose nëna juaj jeni detyruar të shtrojnë në spital dhe jeni ndarë. Për shembull, keni kaluar kohë në një inkubator, ndonjë operacion ose procedurë tjetër mjekësore ku nëna juaj mund të mos ishte prezente. Ose nëna juaj është operuar, mund të ketë pasur ndërlikime gjatë ose pas shtatzanisë, apo ka përjetuar ndërlikime në ndonjë shtatzani tjetër? A ka pasur nëna juaj trauma ose trazira emocionale gjatë 3 viteve të para të jetës suaj? A ka humbur ai një fëmijë ose një shtatzani përpara se ju të lindit? A është shpërqendruar vëmendja nënës suaj për shkak të një problemi serioz që ka përfshirë një vlla ose një motër, për shembull, një abort i vonshëm, lindje e vdekur, vdekje, emergjencë mjekësore? Ndërprerja nuk është gjithmonë fizike. Ndonjëherë, nëna është pranë nesh fizikisht, por emocionalisht ajo është e largët, e pasigurt ose e paparashikueshme. Pra, ndonjëherë, ne përjetojmë më shumë një pushim energjik nga nëna jonë. Kujdesi i qëndrueshëm dhe prania emocionale që vendos nëna gjatë viteve të para të jetës është shumë i rëndësishëm dhe thelbësor për mirëqenien dhe zhvillimin psikologjik dhe emocional të fëmijës. Kur kjo mungon, fëmia mund të rritet me një ndjesi të brendshme pasigurie dhe me vështirësi në marrëdhëniet e ardhshme. Psikoanalisti Heinz Kohut thekson se shkëlqimi në sytë e nënës, kur ajo shikon poshtjen, është thelbësore për zhvillimin emocional të fëmijës. Pikërisht, përmes këtij kontakti, fëmia fillon të ndihet i vlefshëm, i parë dhe i pranuar. Dhe kështu ndërton themelet e vetbesimit dhe të identitetit të tij të ardhshëm. Nëse kemi përjetuar një ndërprerje të hershme të lidhjes me nënën tonë, është shumë e rëndësishme që të rikthehemi tek historia jonë dhe tek historia e nënës për të kuptuar
dhe për të mbledhur të dhëna të caktuara se çfarë mund ta ketë penguar atë që emocionalisht të ishte ose të jetë plotësisht e pranishme. Në këtë rast, pyetjet e mëposhtme mund të na ndihmojnë. A ka përjetuar ajo diçka traumatike që i ka kufizuar aftësinë për të lidhur emocionalisht? A ka qenë e pranishme apo shpesh e largët, e shqetësuar dhe e shpërqendruar? A ka pasur mungesë në mënyrën se si na ka prekur, si na ka parë, ose edhe në tonin e zërit të saj kur na fliste? A kam vështirësi në lidhje me një marrëdhënie? A mbyllem, tërhiqem apo largohem kur afrohem me dikë? A kam frikë nga intimiteti? Suzan, një 30 vjeçare, nën e 2 fëmijëve, ndjente parehati, e përjetonte si diçka të padurueshme dhe e trondiste mendimi për të pasur një marrëdhënie të ngushtë dhe një afërsi fizike me nënën e saj. Për aq kohë sa ajo mbante mend, ajo nuk i kishte pëlqyer kurrë për qafimin e saj. Ato i dukeshin gjithmonë të pakëndshme. Madje kishte vënë re se as në martesën e saj nuk kishte shumë ngrohtësi dhe kontakt fizik. Gjithashtu i mungonte dhe butësia. Për qafimi më lodh dhe më heq energjinë, thoshte ajo. Kur Suzan ishte 9 muajshe, ajo kishte kaluar 2 javë e vetme në spital për shkak të pneumonisë, ndërsa nëna e saj duhet të qëndronte në shtëpi për të kujdesur për vëllezërit dhe motrat e tjerë. Kjo ndarje e hershme e kishte tronditur thellë sistemin e saj emocional. Ajo nisi instinktivisht në mënyrë të pandërgjeshme të tërhiqej dhe të mbronte veten. Në atë moment, Suzan filloi të refuzonte dashurinë e nënës së saj, duke e shmangur afërsinë që mund ta bënte të ndjej e braktisur sërish. Vetëdijsimi për këtë shkëputje, pra duke gjetur rrënjën e kësaj parehatie, u bë një hap thelbësor drejt shërimit. Me kohë, ajo arriti të rindërtoi afërsinë me nënën e saj dhe të mbjellë më shumë ngrohtësi në marrëdhënie me bashkëshortin. Një fëmijë, pasi përjeton një shkëputje të hershme me nënën, mund të hezitojë kur është koha për të rivendosur një lidhje të ndërprerë. Pra, kjo mund të ndikojë fort në mënyrën se si ne lidhemi më vonë. Nëse kjo lidhje nuk rimëkëmet plotësisht, fëmia mund të mbetet në pasiguri emocionale edhe në marrëdhëniet e rritura, në lidhje me një partner. Psikologu David Chamberlain e përshkruan këtë boshllëk si një mungesë e pashpjegueshme afërsie që hedh hije mbi marrëdhëniet e përditshme. Intimiteti dhe miqësia e vërtet duken të parritshme. Edhe nëse ajo botë duket e pasigurt, dhe lidhjet tona të ardhshme mund të bëhen të brishta dhe të frikshme, të gjitha këto mund të krijohen nga një ndarje e hershme. Në vitet e para të jetës, nëna është e gjithë bota e fëmijës. Kur ndahemi nga ajo, ndihet sikur po na hiqet vetjeta. Nëse kjo ndarje ndodh herët, brenda nesh mund të krijohen përvojat e zbresësisë dhe të shkëputjes. Ndjenja boshllëku, ndjenja e mungesës së shpresës, ndjenja e dëshpërimit, e frikës ose një besim i brendshëm se diçka nuk shkon me ne, se diçka është merrsisht e gabuar me ne dhe me vetjetën tonë. Shumë herë, kur jemi ende të rinj për të përballuar traumën, emocionet, bindjet dhe ndjesitë trupore mbeten brenda nesh të pathëna me fjalë. Nuk ka një histori që i lidh me atë çfarë kemi kaluar. Janë pikërisht këto përvoja të heshtura që mbartin dhimbjet, humbjet, zhgënjimet dhe të gjitha ato ndarje që na ndodhin ndërsa jeta shpaloset hap pas hapi. Ato mbeten të patreguara, por vazhdojnë të jetojnë në ne. Kujtimet negative të fëmijërisë.
Shumë prej nesh nuk arrin të shohin për te kujtimeve të dhimbshme të fëmirisë, dhe nuk janë në gjendje që të kujtojnë momentet pozitive që kemi përjetuar. Si fëmijë të vegjël, ne kemi kaluar si çaste të qeta, të mbushura me ngrohtësi, ashtu dhe momente të vështira. Megjithatë, kujtimet e bukura, si ato në të cilat nëna na mbante në krah, na ushqente, na pastronte ose na lëkunte për të fjetur, shpesh nuk arrin të dalin në sipërfaqe. Në vend të tyre, mendja jon sjell më lehtë kujtimet e dhimbshme, ato në të cilat nuk morëm ato që kërkonim. Nuk morëm mjaftueshëm dashuri apo vëmendje. Këto përvoja ruhen në trup dhe në emocione. Dhe ato kanë lënë gjurmë më të thella edhe pa pasur kujtime të qarta për ato çaste, duke na shoqëruar edhe sot, edhe duke ndikuar në mënyrën se si ndjejmë, mendojmë dhe ndërtojmë marrëdhënie. Ka një arsye të fortë për këtë. Kur si fëmijë të vegjël kemi përjetuar situata që kanë kërcënuar sigurinë tonë emocionale ose fizike, trupi ynë ka reaguar duke ngritur mekanizëm mbrojtës. Këto mbrojtje të pavetëdijshme, me kalimin e kohës, bëhen mënyra jon automatike e funksionimit. Ato e drejtojnë vëmendjen tonë më shumë drejt asaj që është e vështirë, e frikshme apo e dhimbshme, duke lënë në hije momentet ngushëlluese dhe të mira. Këto mbrojtje na mësojnë të shohim rrezikun dhe dhimbjen më shpesh se sa sigurinë dhe dashurinë. Është sikur kujtimet pozitive të ekzistonin pas një muri të padukshëm, ndërsa ne të jetojmë në anën tjetër të murit. Jetojmë në atë anë ku ruhet dhimbja dhe ku kujtimet pozitive nuk arrin dot. Kështu, fillojmë të besojmë se asgjë e mirë nuk ka ndodhur ndonjëherë. Është si të kemi rishkruar historinë tonë të brendshme, duke mbajtur vetëm ato kujtime që përforcojnë mënyrën mbrojtëse që na ka shoqëruar për kaq gjatë. Dhe kjo ndodh deri në atë pikë sa ajo të bëhet pjesë e identitetit tonë. Por, në këtë mbrojtje të pavetëdijshme, fshihet një dëshirë e thellë për dashuri. Atë që kërkuam prej prindërve tanë. Problemi është se shumë prej nesh nuk guxojmë as ta ndjejmë dhe as ta prekim më këtë dashuri. Sepse, nëse do të kujtoni momentet e dashura, të ngrohta dhe të buta që ndam me prindrit tanë, do të ndiheshim të pambrojtur dhe do të rrezikonim të lëndoheshim përsëri. Dhe kjo mund të na sillte përsëri dhimbje. Pikërisht për këtë arsye, ne bllokojmë kujtimet që mund të na ndihmonin të shëroheshim. Me pak fjalë, ne e ruajmë dhimbjen sepse ajo na ka mbrojtur dikur. Dashuria dhe momentet e mira kanë mbetur të fshehura, por ato ekzistojnë. Edhe për të shëruar, duhet t'u japim hapësirë atyre kujtimeve dhe ndjenjave që dikur duhet t'i harronim për të mbijetuar. Biologët evolucionar e mbështesin këtë ide. Ata shpjegojnë se amigdala, pjesë e trurit që kontrollon ndjenjën e frikës dhe reagimet mbrojtëse, përdor rreth 2/3 të neuroneve të saj për të skanuar vazhdimisht mjedisin, duke kërkuar kërcënime të mundshme. Për këtë arsye, kujtimet e dhimbshme dhe të frikshme regjistrohen dhe ruhen shumë më lehtë në kujtesën afatgjate se sa ato të këndshme. Ky mekanizëm i brendshëm njihet si paragjykim negativ. Dhe në aspektin evolucionar është tërësisht logjik. Mbijetesa jonë varet nga aftësia për të vënë re më shpejt rrezikun se sa sigurinë. Pra, nga aftësia për të kontrolluar sulmet e mundshme. Neuropsikologu Rick Hanson e përmbledh këtë me një shprehje shumë të njohur. Mendja është si velcro për përvojat negative dhe si teflon për ato pozitive. 4.
A jeni identifikuar në mënyrë të pavetëdijshme me një antar tjetër të familjes përveç prindërve tuaj? Ka raste kur marrëdhënia me prindërit tan është e ngrohtë dhe e shëndetshme. Megjithatë, ne bartim brenda vetes ndjenja të rënda ose të pashpjegueshme. Shpesh mendojmë se burimi i këtyre emocioneve gjendet brenda nesh. Dhe përpiqemi t'i kërkojmë thellë në përvojat tona personale për t'i zbuluar ato. Por, ndodh që këto ndjenja të mos jenë vërtet tonat. Derisa të zbulojmë ngjarjen e fshehur në historinë e familjes, ajo që ka shkaktuar traumën, ne mund të vazhdojmë të përjetojmë frikë, ankth ose barrë emocionale që nuk i përkasin as neve dhe as jetës sonë. Ato janë si fragmente të pavetëdijshme të traumës së një tjetri që mbeten të ngjalla brenda nesh, pa e ditur se pse, edhe gjithashtu duke menduar se janë tonat. Për këtë, le të kujtojmë historinë e Toddit. Todd ishte vetëm 9 vjeç kur filloi të shfaqte sjellje të forta agresive. Sulmonte fëmijët e tjerë gjatë lojës, godiste divanin me stilolaps e të tjera. Në një nga incidentet më të rënda, ai goditi një djalë të lagjes me një shkop, duke i shkaktuar një plagë që kërkoi 40 qepje. Pavarësisht viteve të terapisë dhe mjekimeve, agresiviteti i tij nuk u zhduk. Sjelljet e Toddit vazhdonin të ishin të pakontrollueshme, sikur buronin nga një vend që ai vetë nuk mund ta kuptonte. E vërteta doli në pah vetëm kur babai i tij, Earl, më tregoi diçka nga e kaluara e familjes. Më tregoi marrëdhënien e tij me të jatin, gjyshin e Toddit, një burr të cilin ai e përshkroi me fjalët e urrej. Edhe pjesa që mungonte nga enigma doli në pamje. Gjyshi i Toddit kishte qenë jashtëzakonisht i dhunshëm. Ai kishte trajtuar fëmijët e tij, madje edhe kishte vrarë një burr me thik gjatë një përleshje. Megjithatë, nuk u arrestua kurrë për këtë, sepse nuk u ngritën akuza dhe ai vazhdoi jetën e tij sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Por pasojat nuk u zhdukën. Ato nuk u shfaqen tek ai. Ato u trashëguan. Todd ishte bërë marrës i padyshimt i ndjenjave të dhunshme që nuk ishin të tijat. Pa e ditur dhe pa qenë fajtor, duke se ai mbante brenda vetes dhunën, frikën dhe zemërimin e një njeriu që nuk e kishte njohur kurrë vërtet. Lidhja e tyre ishte e padukshme. Një lidhje e pavetëdijshme që do të kishte mbetur gjithmonë e fshehur nëse Earl nuk do të kishte guxuar të përballej me traumën e familjes së tij. Gjatë seancave tona së bashku, Earl zbuloi një histori dhe më të thellë familjare. Babai i gjyshit të tij gjithashtu kishte vrarë një burr. Edhe duke shkuar edhe më prapa në kohë, zbuluam se stërgjyshi i tyre ishte vrarë së bashku me disa antar të tjerë të familjes, nga një baron toke edhe nga banda e tij në një qytet fqinj. Në ato moment, modeli i dhunës që përhapej brez pas brezi filloi të marrë kuptim. Earl e kuptoi se babai i tij nuk ishte një përbindësh i izoluar, por ai ishte një hallk në një zinxhir të gjatë traumash të trashëguara. Ishte si të shikojë të gjithë rrotën që lëviz, dhe jo vetëm dhëmbëzën që shfaqet para syve. Për herë të parë në jetën e tij, Earl ndjellë mshuri për të jatin. Më tha me keqardhje se do të dëshironte që jati të ishte ende gjallë, për t'i treguar atë që kishte zbuluar dhe për t'i dhënë mundësinë që të kuptohej. Pasi u kthye në shtëpi, ai i tregoi gjithçka Toddit. Djali e dëgjoi me vëmendje të thellë. Të dy ndjenë se në atë moment, diçka që kishte kaluar në heshtje brez pas brezi, më në fund u dha zë dhe u lirua. Kjo doli të ishte e vërtet. Vetëm 5 muaj më vonë,
erë më telefonoi për të më thënë se Todi nuk kishte më nevojë për ilaçe. As agresiviteti i tij nuk ishte më pjesë e sjelljes së tij të përditshme. Ishte si të ishte çliruar nga një bark që nuk ishte kurrë e tij për ta mbrojtur. Nëse jeni duke mbajtur brenda vetes ndjenja, frikë ose sjellje që nuk dini t'i shpjegoni, është e mundur që të jeni lidhur në mënyrë të pavetëdijshme me dikë nga sistemi juaj familjar. Për shkak se këto lidhje krijohen nën sipërfaqe, ne rrallë mund ta kuptojmë vetë se nga vijnë përjetimet tona më të thella. Njësoj si Todd, Jess dhe Gretchen, të përmendur në faqet e para, të gjithë mbanin brenda vetes historitë e pasgjidhura të afërmit të tyre. Edhe Megan ishte lidhur me një traumë që nuk i përkiste asaj. Mega u martua me Dan në moshën 19 vjeç dhe mendonte se marrëdhënia e tyre do të zgjaste përgjithmonë. Por një ditë, kur ajo ishte 25 vjeç, e vështroi Dan ndërsa ishte ulur në tavolinën e kuzhinës dhe ndjeu një mpirje të plotë. Dashuria e saj për të ishte zhdukur. Brenda pak javësh, Megan kërkoi divorc. Ajo e kuptoi se zhdukja kaq e papritur e ndjenjave nuk ishte normale. Prandaj vendosi të kërkonte ndihmë. Unë dyshova se pas kësaj situate fshihej një histori familjare e pasgjidhur. Edhe për këtë arsye, nisëm të eksploronim së bashku. Lidhja që Megan nuk e kishte vënë re ishte e qartë. Gjyshja e saj kishte qenë gjithashtu 25 vjeç kur burri i saj, dashuria e jetës së saj, u mbyt gjatë një peshkimi në det. Ajo e rriti të vetë me nënën e Megan dhe nuk u martua kurrë më. Humbja e papritur e bashkëshortit të saj ishte tragjedia më e madhe e familjes. Historia ishte kaq e njohur për Megan, saqë ajo nuk kishte menduar kurrë për ndikimin emocional që kishte mbi të. Sapo kuptoi se po i përjetonte fatin e gjyshes, vetmin, humbjen e thellë dhe mpirjen emocionale, ajo u trondit. Nisi të pulsonte dhe të prekte fytyrën nga ankthi. I lash kohën e nevojshme që mendimi të përhapej brenda saj. Pas disa çastesh, frymëmarrja ju përshpejtua dhe më pas u qetësua gradualisht. Megan filloi të lidhte pjesët e historisë dhe tha: "Ndjehem çuditërisht të mbushur me shpresë. Duhet t'ja tregoj Dan." Disa ditë më vonë, ajo më telefonoi dhe më tha se diçka po ndryshonte brenda saj dhe ndjenjat për Dan po i riktheheshin. Është e rëndësishme të ritheksohet se jo të gjitha sjelljet dhe ndjenjat që shfaqen e kanë origjinën patjetër tek ne. Shpesh ata mund të përkasin anëtarëve të familjes që kanë jetuar përpara nesh. Ne thjesht mund të mbajmë brenda vetes emocionet e tyre dhe t'i shprehim ato sikur të ishin tonat. Këto quhen ndjenja identifikimi. A jeni identifikuar me një anëtar të sistemit tuaj familjar? A mund të ndodhë që të ndiheni, të silleni, të vuani, të shlyeni ose të mbani pikëllimin për dikë që ka jetuar para jush? A keni emocione, simptoma ose sjellje që duken të pashpjegueshme në lidhje me jetën dhe përvojat tuaja? A ka pasur ndonjë person në familjen tënde që për shkak të ndjenjes së fajit ose të dhimbjes së madhe nuk ka arritur të dashurojë dikë ose të shpreh pikëllimin për humbjen e një personi të dashur? A ka bërë dikush diçka që i ka çuar drejt refuzimit ose përjashtimit nga familja? A ka pasur trauma të rënda në familjen tuaj, si vdekje e hershme e prindit, fëmijës, vëllait ose motrës, braktisje, vrasje, vetvrasje ose ngjarje kriminale për të cilat nuk është folur sepse kanë qenë tepër të dhimbshme, të frikshme ose të turpshme? A është e mundur që ju, edhe pa qenë të vetëdijshëm, të jeni emocionalisht të lidhur me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në familje dhe sot
jeni duke jetuar një jetë të ngjashme me atë person për të cilin askush nuk flet më? A mund ta ndjeni ose ta rjetoni traumën e këtij antari të familjes sikur të ishte juaja? Si aktivizohen 4 tema nga një ngjarje familjare e dimshme? Le të shqyrtojmë një skenar hipotetik. Imagjinoni këtë situatë. Një djalë 2 vjeçar ka një vëlla më të madh. Një ditë, vëlla i madh vdes papritur. Prindrit janë të dërmuar nga dhimbja. Edhe fëmia e vogël nuk e kupton se çfarë ndodhi, por ai e ndjen ndryshimin, ndjen mungesën, trishtimin dhe frikën që është në shtëpi. Kjo ngjarje traumë, edhe pse fëmia nuk ka fjalë për të dhe as që e kupton plotësisht, mund të aktivizojë 1 ose më shumë nga 4 temat që do të ndikojnë në personalitetin dhe në jetën e tij. 1. Fëmia e vogël mund të fillojë të refuzojë ose të largohet nga njëri prej prindërve. Në pikëllimin e tyre të thellë, secili prind mund të humbasë vullnetin për të jetuar si më parë. Mund të ndodhë që babai ose nëna të fillojnë të pinë alkool për të mpirë dhimbjen, ose të qëndrojnë më shumë larg shtëpisë për të shmangur trishtimin. Edhe të qenit bashk mund të ashtojë dhimbjen në atë pikë sa të bëhet e padurueshme për të dy. Nën sipërfaqe, mund të lidhin fajsime të heshtura si duhet ta kisha çuar tek mjeku më herët, ose duhet ta kisha ruajtur më shumë. Por, për të mos e thelluar dhimbjen, këto akuza nuk thuhen me zë të lartë. Në çdo rast, fëmia i mbijetuar do të ndjejë qartë emocionet e prindërve të tij, siç janë shpërtimet emocionale, vetakuzimin, tërheqjen nga jeta. Për të, mund të duket sikur bota është shëmbur papritur. Si mënyrë mbrojtëse, ai mund të mbyllet emocionalisht ose të ngri brenda trupit për të mos u përballur me dhimbjen dërmuese. Duke qenë vetëm 2 vjeç, ai nuk e kupton plotësisht se çfarë ka ndodhur. Nuk e kupton shkallën e tragjedisë. Thjesht përjeton humbjen dhe ndryshimin e madh rreth tij. Kur prindrit e tij nuk janë më emocionalisht të disponueshëm, ai mund të ndjejë një konfuzion të madh. Madje mund të ndjejë edhe rrezik për ekzistencën e tij. Më vonë, në jetën e tij, ai mund të fajsojë prindrit për distancën dhe dhimbjen që ka përjetuar, pa arritur ta kuptojë se çfarë ata kanë kaluar në të vërtetë në atë kohë. Po ashtu, vetë prindrit mund të fajsojnë veten për vdekjen e fëmijës, ose në heshtje të fajsojnë njëri tjetrin. Edhe pse nuk thuhet hapur, ndjenja e fajit mbetet e fortë dhe përhapet në të gjithë familjen. Dhe si përfundim, në këtë rast, në rastin e parë, fëmia reagon me ndalimin e dashurisë. Ai, në mënyrë të pavetëdijshme, mendon: nuk është mirë të dua dikë, sepse ai mund të zhduket. Edhe kjo, më vonë, shkakton vështirësi në marrëdhënie. 2. Fëmia mund të përjetojë një shkëputje të thellë emocionale nga nëna. Humbja e djalit të madh do ta tërrëndiste thellë nënën dhe do t'ia thyente zemrën. E pushtuar nga pikëllimi, ajo mund të tërhiqet për javë ose për muaj me radhë e zhytur në dhimbjen e saj. Kjo gjendje do të dëmtonte lidhjen e fortë dhe të gjallë energjetike që ajo ka pasur më parë me fëmijën 2 vjeçar. Një ngjarje si kjo do ta prishte lidhjen që fëmia ka përjetuar deri në atë pikë dhe do të ndërpresë zhvillimin nervor vendimtar që ndodh në trupin dhe në trurin e tij 2 vjeçar. Sepse një ndarje e tillë ndërpret një fazë shumë të rëndësishme të zhvillimit të trurit dhe të sistemit nervor të fëmijës. Në atë moshë, ai nuk ka mundësi ta kuptojë tragjedinë dhe as arsyet se pse vëmendja e nënës është zhvendosur. Ai thjesht e ndjen se një moment ajo është plot dashuri për të
dhe një moment tjetër ajo shkyçet dhe largohet emocionalisht. Trupi i tij do të përdorë vazhdimisht kimikate që lidhen me ankthjen dhe me vigjilencën, duke mbajtur atë në gjendje alarmi. Mos fal, ajo do të zhduket përsëri? Kjo e bën fëmijën që të humbas ndjesinë e sigurisë. Edhe më vonë mund ta bëjë që të mos i besojë nënës, duke pasur frikë nga mospërputhjet emocionale dhe nga frika se ajo mund të tërhiqet përsëri në çdo moment. Në këtë rast, ai ka ndjenjën e fajt të mbijetesës. Unë isha gjallë, ai jo. Këtë fajt të mbijetesës e përjeton si vetë ndëshkim dhe si vetëvlerësim i ullët. 3. Fëmia mund të bashkohet me dhimbjen e nënës ose të babait. Pas vdekjes së fëmijës më të madh, fëmia i mbetur gjallë mund të fillojë të mbajë mbi shpatulla peshën e dhimbjes emocionale të prindërve, sikur ajo dhimbje të ishte e tij. Pikëllimi i thellë i prindërve mund të pushtojë gjithë familjen dhe të ngurtësojë jetën brenda shtëpisë. Në mënyrë të pavetëdijshme, fëmia mund të përpiqet të shpëtojë prindërit e tij, duke marrë mbi vete depresionin e nënës ose dhimbjen e babait, sikur të kishte ndonjë fuqi magjike për t'i bërë ata që të ndihen më mirë. Është si të thoshte me zemër: nëse e mbaj unë dhimbjen tënde, ndoshta ti do të vuash më pak. Por, natyrisht, kjo nuk mund t'i shërojë prindrit. Përkundërzi, dhimbja thjesht vazhdon dhe kalon tek brezi tjetër. Fëmijët që marrin mbi vete dhimbjen e prindërve e bëjnë këtë pa e kuptuar. Instinkti i lindur për të qëndruar besnik ndaj familjes i shtyn të përsërisin vuajtjet dhe fatkeqësitë e prindërve, sikur kështu të ruanin lidhjen me ta. Bert Hellinger i quan këto lidhje të padukshme besnikëri të trashëguara, të cilat mund të kalojnë nga një brez në tjetrin dhe të bëjnë një zinxhir i pafund i dhimbjes së trashëguar familjare. Pra, me pak fjalë, kjo besnikëri e padukshme tek fëmia 2 vjeçar nën kupton: unë do të jetoj për vëllain. Edhe në këtë rast, ai ndjek rrugën e dikujt tjetër dhe jo rrugën e tij. 4. Fëmia mund të identifikohet me vëllain e vdekur. Kur një fëmijë humbet jetën, familja përfshihet nga pikëllimi. E dhimbja e patolerueshme e prindërve e rrëson jetën në shtëpi dhe e bën më të vështirë shfaqjen e gëzimit dhe të gjallërisë. Fëmia që mbetet gjallë, shpesh herë fillon të sillet në mënyrë shumë të kujdesshme për të mos i mërzitur më shumë prindrit. Në përpjekje për të shmangur trishtimin e thellë, familja mund të përpiqet të mos flasë më për fëmijën e vdekur dhe madje as të mos e përmendë emrin e tij. Kështu, ai përjashtohet nga kujtesa familjare. Ky përjashtim krijon terren që fëmia i gjallë të lidhet në mënyrë të pavetëdijshme me vëllain e vdekur. Sipas Bert Hellinger, një fëmijë i mëvonshëm, edhe nga brezat e tjerë, mund të shpreh atë që familja përpiqet të fsheh. Kështu, fëmia i gjallë mund të fillojë të ndihet pa energji, i pafuqishëm, i padukshëm ose sikur të mos kishte rëndësi. Pikërisht ashtu si trajtohet kujtimi i fëmijës së vdekur në familje. Fëmia i gjallë mund të ndihet sikur injorohet, nuk shihet në familje ose sikur nuk është i rëndësishëm. Ai mund të marrë tiparet e vëllait të vdekur: sjellje, karakter, madje edhe vuajtje apo sëmundje. Për shkak të kësaj lidhje të pavetëdijshme, ai mund të mos arrijë të jetojë plotësisht. Dhe sikur me një simpati të heshtur, ti thot vëllait të vdekur: nëse ti nuk mund të jetosh, as unë nuk mund të jetoj plotësisht. Kam punuar me një grua që kishte lindur pa bërë një vit pasi vëllai i saj i madh kishte vdekur.
Ati nuk ju dha emër dhe familja sillej sikur ai të mos kishte ekzistuar. Familja pretendonte se kishte vetëm 2 fëmijë, klienten time dhe motrën e saj më të vogël. Edhe vetë klientja ime mendonte se kishte vetëm një motër. Megjithatë, ajo shpesh ndjente se nuk i përkiste familjes së saj. Ajo më tha: "Ndihem si një e huaj. Është sikur nuk kam një vend në këtë familje." Edhe pse ajo nuk e dinte arsyen, duket se po përjetonte në mënyrë të pavetëdijshme fatin e vëllait të vdekur, i cili ishte përjashtuar nga kujtesa e familjes që nga momenti i vdekjes së tij. Gjatë procesit terapeutik, kjo lidhje e fshehtë u ndërgjegjësua. Edhe pas kësaj, ajo ndjeu se ndjenja e mospërkatësisë u shtuk. Identifikime të tilla të pavetëdijshme mund të ndikojnë thellë në jetën tonë dhe të ndryshojnë ndjeshëm rrjedhën e tij. Pa e ditur, ne mund të marrim dhe të rikrijojmë traumën e prindërve ose pararësve tanë me pasoja befasuese. Këto përvoja nuk janë as pak të rralla. Shumë prej nesh, nga besnikëria e padukshme ndaj familjes, vazhdojmë të mbajmë mbi vete dhimbje që nuk janë tonat. Dhe këtë vetëm për të mos i lënë vetëm ata që kanë vuajtur para nesh. Dhe pa e kuptuar, jetojnë në simpati me anëtarët e familjes që kanë kaluar traumat e vështira. Kur na përfshin një vuajtje e tillë, është e rëndësishme që të pyesim veten: po përjetoj vërtet ndjenjat e mia apo po mbaj mbi vete ndjenjat e dikujt tjetër nga familja? Identifikimi i fëmisë në këtë rast është: ai fillon të sillet ose të ndihet si vëllai i vdekur, bart trishtimin që nuk është i tij. 4 mjetet e hartës së gjuhës bazë. Një nga pengesat më të mëdha për të shëruar traumën është se burimi i saj shpesh mbetet i padukshëm. Kur nuk kemi një kuadër të qartë për të kuptuar emocionet tona, nuk e dim se cilin hap duhet të ndërmarrim më pas. Harta e gjuhës bazë na ndihmon të sillim në sipërfaqe origjinën e traumës, në mënyrë që të shkëputemi nga mënyrat me të cilat kemi vazhduar pa dashje të jetojmë të kaluarën. Në faqet që vijojnë, do të ndërtoni hartën tuaj të gjuhës bazë. Hap pas hapi, do të ndiqni një proces duke përdorur fjalët tuaja, gjuhën tuaj të përditshme, për t'ju ndihmuar që të gjeni burimin e ndjenjave të cilat kanë qenë të vështira për t'u shpjeguar. Ka 4 hapa në ndërtimin e hartës së gjuhës bazë. Dhe në secilin hap do të mësoni një mjet të ri. 1. Ankesa thelbësore. 2. Përshkruesit thelbësor. 3. Fjalia thelbësore. 4. Trauma thelbësore. Në kapitullin tjetër, do të mësoni të dëgjoni me kujdes gjuhën që përdorni vetë, sidomos atë që quajmë ankesa thelbësore. Ajo është si një dritare që hapet drejt brendësisë sonë dhe shpesh tregon më shumë se sa e kuptojmë në pamje të parë. Duke e vëshkuar me vëmendje, mund të zbulojmë se për çfarë zemra ka vërtet nevojë të dëgjohet, të kuptohet dhe të shërohet. Do të mësoni të analizoni dhe të dalloni se çfarë është vërtet e juaja dhe çfarë mund të vijë nga historia e familjes suaj. Duke e bërë këtë, ju filloni të shkurtoni lidhjen emocionale me traumat e së kaluarës dhe të jepni ndjenjave tuaja vendin e merituar në historinë personale dhe familjare.